çmimi i një macchiato të madhe ka arrit në 2 euro. Këto ka me konë çmime i bukës pas një muaje. Po, unë mendoj sipas zëdhonave që i asi 70 cent. Po, 50 cent, 20 cent ka mu shtrejtu. Po. Pas vendimit me u shtrenjtu çmimi i energjisë elektrike, sot kemi dalur këtu në kryeqytet, me pas se ka fillu të shtrenjtohet çmimi i bukës dhe çmimi i kafes. Jemi këtu në një kafe këtu në Shesh, në kryeqytet, për me pa çmimet e kafeve që janë për biznesi këtu në Shesh. Në njërin prej lokaleve që është këto, çmimi i një macchiato të madhe ka arrit në 2 euro. Më përpara ishte 1 euro e 20 cent. Jemi këtu në një kafe tjetër këtu në Shesh të kryeqytetit, edhe kom porosit prap një macchiato të madhe, edhe çmimi i kësaj kafe është 1 euro e 50 cent. Pasi bisedua me pronarët e kësaj kafe, pra jashta kamerës, me treguan që çmimi i kafes mund të rritet për shkak ngritjes së çmimit të furnizuesve të tyre. Mirë po nuk e përjashtuan as faktin se kafja apo çmimi i kafes mund të rritet edhe pas shtrëngimit të energjisë elektrike. A keni shtrejtu ju bukën? Po, sigurisht po. Pritet ta shtrejtojmë edhe ne, meqense tash hala jemi me çmim tjetra, po sipas lajmërimit të rrymës elektrike dhe do gjëra tjera elementare që ne i shfrytëzojmë për prodhimin asaj ngritën, duhet ta arrisim edhe ne. Pritet shumë shpejt. So ka me konë çmime i bukës pas një muaje. Po, unë mendoj sipas zëdhonave që i asi 70 cent. 70 cent, do të thonë 50 cent, 20 cent ka mu shtrenjtu. Po. Qysh keni me prit nashta reagimin e qytetarëve kur të shohin? Po, besoj që shumicave që kanë kuptuar dhe asi se buka është shumë lirë. Një ndër artikullit më të lirë është buka. A ka pos në qytetarë? Po, kanë pyetje për ditë për pyesin vilim shumica, pyesin kur për rritet apo doni me rritet edhe që si fjalë.